edhe e dyta kush e ka ndikimin në parti, e tjera, dhe kjo pastaj ka kostin. Dhe këtu, a mendoni se, me qenë se e quajtët bajraktar, mendoni që partitë e ish opozitës duhet i ndrojnë bajraktarët? Shiqa, kur nuk ka sukses, natyrisht që duhet i ndrojnë bajraktarët, dhe jo vetëm bajraktarët. Por në qoftë se e masim ne tani duhet bëhen shumë i qartë dhe kështu me një gjuhë rafsh. Çka ka ndryshuar PDK-ja dhe LDK-ja nga viti 2021? Viti 2021 ndoshta ka qenë viti më i rënd për këto dy parti politike, për shkak se gjithë fryma ka qenë ka lëvizja vetëvendosje, i tërë perceptimi ka qenë i ndërtu me 10 vite kundër këtyre partive, dhe PDK-ja ka dalë e dyta në atë krizë, LDK-ja e treta. Çka ka ndryshu herën e fundit të këto parti? PDK-ja është e dyta, LDK-ja është e treta. Ata mund dalin edhe të thonë, ne kemi rritë për disa 10 mira vota e sen, po ku janë? Cili është roli që e kanë lujtën ato 5.000-6.000 vota që e kanë rritë? Partit garojnë me përqindje. Dhe, o del i pari, o i dyti, o i treti. I pari e ka drejtën me formu qeverinë. As PDK-ja, as LDK-ja nuk janë dalë të parët. Dhe të kanë humbë në zgjedhje. Dhe tashti, si do të presim ne që do të ndryshoj diçka. Po, Sone, ju e përmendet edhe vetë në fillim, se thatë është pak sa vonë për një qeveri të opozitës në këto kushtet cilat edhe ndodhemi. Kësisoj i bie që po hapën rrugët drejt zgjedhjeve të reja. Në anën tjetër, shumë politologë, thash edhe më herët, profesorë dhe njohës të mirë të politikës, kanë thënë se zgjedhjet e reja do të mund të prodhonin një rezultat të ngjajshëm me ulje ose ngritje të partive të caktuara. Gjë që i bie që sërish do gjendeshim në situata të njëjta. Çfarë skenarësh më pas e presin Kosovën në rast se vota e qytetarëve do të jetë e ngjajshme me atë ku kërkohet bashkëpunim në bashkëqeverisje mes partive politike? Shqiptani, ka shumë rëndësi kush ju prim listave, ka shumë rëndësi çfarë emrash janë brenda listave dhe ka rëndësi pastaj edhe programi. Madje tashmë, ndjes që po ndërpres, tashmë votuesit e lëvizjes vetëvendosje dinë edhe për çfarë kabineti po votojnë. Për shembull, dërsa te partitë ish opozitare e përmenda, ka rëndësi shumë kush ju prim listave, ka rëndësi shumë kush është në lista dhe ka rëndësi pastaj programi. Në qoftë se shkohet si kur e herën e kaluar, për shembull, po e marr Partinë Demokratike... Ka për të ditur që sërish do t'jetë... Po, pikrisht aty të Bedri Hamza, po. Unë kam një respekt jashtëzakonshëm për zotin Hamza si ekspert i fushës së tij. Absolutisht kredon që e ka gjitha. Mirë po, në qoftë se i futet garës dhe nuk del në terren, sikur që e bën për shembull Enver Hoxhaj, prap do të jetë njëjtë. Pse po e përmendi Enver Hoxhajn? Për shkak se mendoj që përpos Hamzës, personi që në terren është jashtëzakonisht aktiv është Hoxhaj. Do të thotë këta dy do të mund. Pra po thoni se PDK gabon nëse sërish shkon me Bedri Hamzën pa u bërë një ndryshim? Nuk dua të përzihem, unë veç po jap 2 shembuj. Po të shkonin si tandem, Hoxhaj dhe zoti Hamza, para mendoni aty ta kishte edhe dikush një figurë si Hajredin Kuçi, që e kanë përvojën, që e kanë kredon, që janë absolutisht pa përfolur, do të thotë as për afera e tjera, dhe energjinë që e kanë, unë mendoj që do të ishte mirë edhe për vendin. Te lidhja demokratike e Kosovës, përpjekja për ta ndryshuar